Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe përshëndetje drejt për drejt nga misioni në Studio Sport. Pa humor kohë nisim të emision për sonde që jemi disi me një pozicion ndryshe, shpresojmë se jemi më pranë shikuesit edhe nga ana figurative po themi, sepse pjesëmarrja dhe bisedat në studio dhe kronikat tona janë ato që japin më tepër vlerë emisionit. Dhe në këtë emision do të diskutojmë për shumë gjëra, por kryesisht futboll, është Superliga, java e 11 e cila është mbyllur me shumë diskutime, me një kryendeshje, me një super ndeshje, super sfidë kemi quajtur në Loro Boriçi, Vllaznia dhe Dinamo, e mbyllur me fitoren e Vllaznisë 1-0, por me posëndeshjen me shumë probleme dhe me debate mes dy kampeve përkatëse. Do flasim edhe për ekipin tonë kombëtar, i cili është në prag të dy ndeshjeve të rëndësishme. Nesër luhet në Andorra, ndeshja vendimtare, pritet se nesër pas kësaj ndeshje Shqipëria, se kemi mendur tek Vllaznia, Shqipëria të jetë e kaluar në grup me objektivat që ka për të shkuar në fazën tjetër. Ndërkohë do flasim edhe për kategorinë e dytë. Shumë zhurmë, shumë komente, shumë emocione dhe shumë luftë ka kategoria e dytë si vjetë, kur kemi parasysh se janë skuadrat e Qarkut Shkodrës dhe kryesisht ato të Basanjës dhe të Shirokës që kanë dhënë tonin kësaj kategorie. Do flasim edhe për lojrat me dorë, për fitoren e ekipit të basketbollit Meshkuj, që mundi thellësisht ekipin e Pogradecit 80-60, por trajneri i kësaj skuadre Eni Llazani, edhe pse me fitore, shfaqet pas ndeshjes i pakënaqur nga loja e skuadrës së tij. Do ndalim edhe tek Noti, sepse një lojtar shkodran i quajtur Arber Hysaj ka shkëlqyer në turneun ndërkombëtar të Shkupit, ku ka fituar 6 medalje, ndërto 4 ari, 1 argjendje dhe 1 bronzi. Dhe do ta mbyllim në fund edhe me një kronik homazh, pikërisht për ndarjen nga jetat një ish portieri, pra një ish sportisti, ish portieri dhe ish trajneri të portierëve, por një qytetar model, një arsimtar, një psikolog, një familjar shumë i nderuar si Arvjo Fishta, i cili në mënyrë aksidentale u largua nga kjo botë në moshën 38 vjeçare. Do të kemi edhe pamje, por edhe dy prononcime të kolegëve të tij më të afërt, pikërisht Arber Shitani dhe Jetmir Podgorita, që flasin me shumë respekt për karrierën sportive dhe jetën arsimore dhe qytetare të Arvjo Fishtës. Të gjitha këto do t'i prezantojmë me një panel të përzgjedhur. Do ta nisi nga një mysafir që vjen për herë të parë në këtë studio, dhe ai është një Italo-Argentinas, Matias Tatangelo, trajneri i klubit të futbollit Shiroka. Mi se erdhe. Buonasera o good evening. Mirëmbrëma. Kënaqësi e veçantë që kemi profesor Matiasin në studio, e kemi përsëri shpeshherë në intervistat tona. Është një nga trajnerët me të vërtetë që po bën mirë tek Shiroka, duke pasur në krah të djathtë edhe drejtorin sportiv Ardit Mani, një mik i kësaj studio që është patjetër më në sonte, edhe si drejtor sportiv, po në një farë mënyrë siç bën gjithmonë edhe në fushën e stërvitjes dhe në konferencat e shtypit, edhe si përkthyes i Matias. Mirë se erdhe Ardit. Mirëmbrëma, Matsi. Jo për nga rëndësia, por për nga radha, sepse prezantova mikun nga larg, nga Argentina. Është momenti të prezantojmë Rudi Vatën, një emër i madh i futbollit shkodan, vati shqiptar. Ish kapiten i kombëtarëve të Shqipërisë dhe një futbollist që ka luajtur për shumë vite në të gjitha kontinentet e vendit tonë, duke spikatur me lojën e tij mjaft cilësore, ndërkohë që aktualisht është edhe një menaxher i futbollit, duke realizuar transferta shumë të vlefshme brenda dhe jashtë Shqipërisë. Rudi Vata, mirë se erdhe. Kënaqësi sepse në studion tonë fakte ju keni ardhur vazhdimisht, për sa herë jeni i pranishëm. Këtu jam formacion gjithmonë te kjo studio. Në formacion, po. Nuk jam për formacionet, di se çfarë shefton. Po hajt. Kryesorja është që shikon shikuesi jon. Bravo. Kryesorja është që vazhdoj me lut mirë, domethënë vazhdoj jam pjesë e rëndësishme e formacionit që ti ke përzgjell historikisht, dhe kjo është se ju në fakt jetoni mes Skocisë dhe Shqipërisë, Skocisë dhe Shkodrës, dhe sa herë në Shkodrë ne informohemi më një herë, informohemi nga familja juaj dhe nga Sonja, nëna juaj, e cila është edhe idhuj juaj.
sepse ju falsa jeni siç keni qenë edhe më herët me babain tuaj me Bel Vatën. Produkti i prindve. Produkti është gjithmonë i rëndësishëm. Sonja është nana që ka bërë gjën më të mirë që më ka pru në jetë bashkë me babën. Jo më kote njësa edhe me këte koment, sepse qytetarët Shkodran e konstatojnë me qartazi respektin prindëror që Rudi Vata ka për prindit e tij, sepse sa herë vjen në Shkodër dhe vjen me mision për të përkujdesur për të shëtitur në ambientet e Shkodrës. Por jetë e gjatë Sonjës, e cila është një njerëzit më të rëndësishëm të Rudi Vatës, dhe nisem një herë këtë emision kur sistem jetë futbollin e fokus, java e 11, kryesfida Vllaznia Dinamo. Kemi kronikin që ka ndalizuar kolegët tanë, Mario Zini së bashku me montazherët e sektorit e montazhit e Ledi Dani dhe Urim Hysa, dhe ndjekim fillimisht kronikin që bën fjalë për ndeshjen përgjithësi dhe me pas edhe intervistat e dy trajnerëve, Edi Martini dhe në fakt unë tha dy trajnerëve, por është një trajner sepse Ilir Daja nuk ka preferuar të flasë pas ndeshjes për hir të polemikave që ishin në fund të takimit, por është trajneri Edi Martini, si dhe me pas edhe lojtari i ndeshjes Elmando Gjini. Top që shkonte Balaj vetëm e teqe 1-0 Vllaznia. Një gol i Bekim Balajt vlen 3 pikë për Vllaznin në sfidën ndaj Dinamos në Loro Buriqi. E për më tepër vlen për kryesimin, ndërsa Vllaznia tani më është 3 pikë larg Elbasanit dhe në vendin e parë të paktën për 24 orë. Një duel që nuk i shpëtoi polemikave, jo vetëm te goli i Vllaznis dhe ajo anulluar për Dinamon, por dhe në duelin mes bankinave, pasojës së cilës ishte kartoni kuq për Sinanin dhe Glendajer. Gjithçka erdhi drejt për drejt në rrjetin e radio-televizionit shqiptar, ndërsa Vllaznia ka ndezur atmosferën kur në të 13 minutë ka kaluar në avantazh me Balaj, i cili ka shpërtuar mbulimin të mbrojtjes së Dinamos. Kryeqytetasit pretenduan për pozicion jashtëloje, por pas verifikimit në sistemin VAR, Qardaku mbante në pozicion Balën dhe goli është i rregullt. Dinamo shkundet dhe në të 20 minutë Guindo ka goditur me kokë, pas topit të Nezirit, por mbi tra. Pas 6 minutash tenton Ferreira, pas topit të Bregut, por përsëri jashtë. Dhe në të 34 minutë, Dinamo ka barazuar me Berishën, pas topit të gjatë të Qevalis, por për sistemin VAR në pozicion jashtëroje dhe gjithçka anullohet. Pjesa e parë është mbyllur jo vetëm me pretendimin e Vllaznis për penallti, jo pas përplasjes së Mali Ismailin, por dhe në ndërhyrjen e Kastratit ndaj Berishës, teksa me sfushori Shkodran dëshkohet me karton të verdh. Pas pushimit, Dinamo e nis në sulm në kërkim të barazimit. Guindo në të 47 minutë i ka patur të gjitha mundësitë për të barazuar, po pret Polc, i cili pas 5 minutash frenon dhe Qefalin. Vllaznia shkutur përgjigjur vetëm në të 65 minutë me Kallakun, por ka pritur keqja. Aksionet e Dinamos gjithnjë në kërkim të barazimit janë të pafundme. Vila në të 81 minutë dhe Bregu në të 84 minutë janë dalur nga Polc. Ndërkohë, fundi i lojës vjen duke u acaruar, ndërsa 1 minutë përpara mbylljes së takimit ka karton të kuq për drejtorin sportiv të Vllaznisë Vjoresit Sinani dhe ndihmës trajnerin e Dinamos Glendaja. Vllaznia detyrohet të shtrëngojë dhëmbët, teksa Kallaku largohet i dëmtuar dhe kohën shtesë ka luajtur me 10 futbollistë. Megjithatë, shkodranët janë mbajtur dhe në vërshëllimin e fundit të Andi Koçit janë ata që festojnë. Nuk është se e ka përtypur mirë humbje në Shkodër trajneri i Dinamos Ilir Daja. Sipas tij, tensioni vjen nga ajo që të luash me Dinamo është gjithnjë kënaqësi dhe Vllaznia e dinte këtë. Ja se çfarë pohoi në fund të takimit për emisionin Supergol të moderatorit së Gerta Sako, trajneri i bluve Ilir Daja. Kur ka rivalitet, ka dhe gjëra të bukura, sepse në fund fare neve bëm një 75 minutësh, po thjesht në gjysmë fushën e Vllaznisë, përveç rastit golit me devijim. Kemi pasur, nuk e di sepse aq shumë ishin sa që raste përpara me portierin, ajo që vetëm që na ka munguar në këtë ndeshje ka qenë finalizimi. Ndërkohë, trajneri i Vllaznisë Edi Martini ka shpjeguar jo vetëm dëmtimin e Kallakut, por dhe festimin apo dhe deklarimet e parandeshjes.
Nuk e di, vjetë kemi s'kam kënë pjesë e vllaznisë, po kemi dalë vend 2 dhe ta kanë dalë vend 3. Kështu që ka momente që njerëz nuk dinë çfarë thonë. Sigurisht që vion Jehona e deklaratës tuaj në konferencën përpara ndeshjes. Tani ajo deklaratë çka do të thotë? Do të thotë që kërkon të japësh më shumë forcë dhe mesazhe skuadrës tënde apo vetë kampionatit. Është që rivaliteti fort kolegësh apo qëndron vërtet që mund të ketë deklarata dhe fjalë të thëna që mund të ndikojnë në kampionat? Unë mendoj që është dashnia më e madhe që unë kam për këtë fanel më shumë se këta tjerë. Kjo është e deklarata ime. I kthehemi në studio dhe ndoqëm këto dy kronika dhe me njëherë do t'i jap fjalën të pranishëm në studio që të gjithë kanë ndjekur ndeshjen live në Loro Boriçi, por nisi nga Rudi Vata, i cili gjatë kronikave që po transmetonim kishte edhe disa komente për të dyja skuadrat. Po, sigurisht, fitoria ishte shumë e rëndësishme për vllaznin. E man me ritmin, të regon që është aty. Normalisht, neshja për mu interesante ishin 20 minutat e para, sepse në ato 20 minuta u lujt futboll agresiv, u lujt futboll me intensitet, derisa vllaznia shënoi golin. Ishte një neshje që vllaznia po presote mirë. Pastaj neshjen përgjithësi ra ritmi. Teknikisht mendoj në pjesën e dytë, pavarësisht se flitet që Dinamo ishte ndoshta dominante, sigurisht që kishte rastet e veta. Arsyeja që nuk kishin në rastet ishte që edhe ato fizikisht nuk ishin mirë. Në finalizim nuk ishin të freskët, por kjo normalisht bani që edhe portieri jonë të bate disa pritje të rëndësishme. Por kur jenë këto neshje që janë paga shumë 2 skuadra pretendente dhe 2 skuadra me nivelit njëjta, mendoj që fitoria gjaja më rëndësishme. Dhe vllaznia bani atë që do të me bë, në shtëpinë e vet mori 3 pikë, dhe kush pastaj ka kundërshtime ose ka pak knatësina, mendoj që duhet me shiku e me analizu performancën e tyne dhe jo me avu faktorëve tjerë të më hanë fajin pse u hum kjo neshje. Nuk mendoj që kishte një faktor tjetër përveç faktorit të pafësisë futbollistave Dinamos dhe ndoshta edhe fatit edhe formës disa futbollistave të vllaznisë, të cilët me vërtet të më hanë e majtën neshjen në ekuilibra. Si rrallë herë, Rudi Vata shumë tension kjo ndeshje, duke njësur që në prag ndeshje me konferencët e shtypit gjatë ndeshjes dhe sidomos në fund të saj. Shiko, futbolli është interesant dhe bëhet i bukur sepse kjo është edhe një lloj ushqimit që jepet edhe medias, edhe sjelljet e trajnerëve, edhe ajo rëmuja në fushë. Futbollistët e dinë edhe trajnerët e dinë që profesionalisht ato duhet mos me gabu, e dinë limitet deri ku lejohet me provoku. Do të ketë provokime, futbolli është lojë provokimesh, do të ketë provokime fjalësh. Kush e man provokimin e kush nuk bjen viktime provokimit ka me vazhdu me ecë përpara. Sigurisht që trajneri Daja normalisht doli jashtë vetvetit. Martini kishte drejt me u gëzu, kishte drejt me shiju fitoren, dhe kërkush nuk ka drejt me ta mohu, me festu me mënyrën tënde. Janë momente emocionale, gjithkush mundet me bë diçka, po kjo futbolli. Këto gjana nollin tanë botën, dhe në futbollin shqiptar mendoj që pavarësisht se shumë vetë shumë e kanë fry, sikur nolli unë isha në stadium, e pash sjelljen edhe të futbollistave, të stafit teknik, edhe stafit të Dinamos, edhe të vllaznisë. Mu duk si thush një loj fjalësh, provokimesh, testimesh, për në përgjithësi thjesht ishte një neshje që i kishte tana mran. Edhe kjo është pjesë e futbollit edhe asgjë më tepër larg limitet e futbollit. Ndoshta dikush ka pretendime që
që në Shkodër bëhet janë të lujt si të shpist, por nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Gjithmonë ai që ankohet mendoj është shumë afër humjes, sepse ato që fitimtarët në përgjithësi nuk kanë pse mu anku. Sigurisht që as Dinamo as Vllaznia nuk janë skuadra dominante absolute të kampionatit shqiptar. Janë skuadra pak a shumë që luftojnë edhe kanë të njëjtin ritëm. Edhe nëse pretendojnë me kënë taman fitimtarë të titullit kampion, duhet mu bë dominant. Duhet mu bë dominant edhe në ato momente ku pretendon që mund të hajnë hakun, edhe mund bëjnë, por në Shqipni këto gjana kanë ekzistu, i tillë është kampionati shqiptar. Nëse nuk arrim mu bë dominant, do ta kena shumë të vështirë, sepse por jena aty, edhe me mbylljen e vitit për këtij viti dhe me fillimin e vitit të ri, sigurisht që me energji të reja, edhe me afrimin edhe të një futbollisti, por sidomos të futbollistave që nuk janë formën maksimale, siç është Bismarck për shembull, Bala e shikoj që ka nevojë për jo Bala nuk mundet me kënë non-stop me majt barën kryesore. Ka nevojë me pas me lan hapsin edhe dikuj tjetër që Balen me pas të fresk, sepse është lideri kryesor i skuadrës. Dhe nëse ne pretendojmë që Bala me lujt gjitha ndeshjet 90 minuta dhe me na çut te goli, domethënë është diçka që nuk duhet me noll. Duhet me domos me gjetë një njeri që që përmendet Bismarck, Tekniko Martini është shprehur në prononcimin për mediat se pas ndërprerjes së kombëtares do të bëhet i mundur Bismarck të jetë pjesë e skuadrës dhe mund të realizohet ajo që ju e ceket. Është shumë e rëndësishme sepse Bismarck i jep një tjetër dimension skuadrës. Ka cilësi shumë të mira edhe e çon skuadrën shumë shpejt përpara portës. Plus që Morata e shikoj, kam pa Moratën para 2 muajve, diçka ka ndodhur me gjendjen e tij fizike, nuk është ai Morata i 4-5 javë, ai duhet me domos sepse ka të nevojshme skuadra, energji të tij, lëvizjet të tij, domethënë mënyra se si ai dominon kundërshtarin është shumë e rëndësishme. Edhe Kastrati sigurisht që është shumë lojtar që po rritet, por ai ka nevojë me rrit me anë maksimumin e fitnessit, gjendjes fizike. Të njëjtën kohë sigurisht edhe Çato është një lojtar i rëndësishëm i cili ka mungu domethënë skuadrës. Edhe ai me gjendje fizike me probleme të ndryshme, por nëse arrin me rikuperu gjithë lojtarët e rëndësishëm, pra skuadra me pas edhe grupin e plot, mendoj që atëherë Vllaznia do të jetë edhe shumë më e fortë. Por këto janë pjesë menaxhimit, është periudhë dimnit, kam të shikoj që të dyja skuadrat ishin të lolluna, pjesën e dytë shumë gabime teknike nga të dyja skuadrat, gabime teknike të thjeshta. Edhe kjo vjen edhe me kohën, vjen edhe me terrenin e ranum, por të njëjtën kohë futbollistat janë profesionista, duhet me ditë se si me menaxhu kohën e tyne, duhet me ditë se si me rujt energjitë e tyne, sepse duhet shumë energji e duhet shumë djerës me dal kampion. Edhe energjia është gjaja më e rëndësishme që ato kanë, edhe për me dal fitimtar në 2 luftime duhet me jetu jetë profesionale, ashtu si që një profesionist duhet me jetu, sepse kanë me bat lumë të një qytet, por të njëjtën kohë kanë mu futur edhe në histori edhe për karrierën e tyre kanë me kanë diçka tepër e rëndësishme. Kjo ishte analiza e Rudi Vatës, unë jo me kot nuk vjen ndërhyeva, lash ta plotësonte tërësisht komenten e tij, sepse shikuesit ndoqen me vërtet një analizë e hollësishme të sfidës Vllaznia Dinamo, por do të ishte më interes edhe nga miku i ardhur në këtë studio sonte, pikërisht Mister Matias, i cili krahas Shirokës e drejton me shumë pasion për krah kolegut e tij Ardit Mani, edhe Vllaznin gjen kohë vazhdimisht ta ndjek dhe këtë ndeshje e ka ndjekur dhe do të ishte me interes të dinim përshtypjen e tij për atmosferën e kësaj ndeshje.
con molto rispetto, molta umiltà perché non conosco troppo la interna, solo visto la partita o in tribuna ogni tanto o dalla televisione. Me gjithë respektin edhe për ekipin edhe për lojtarët, pavarësisht se nuk I njoh gjithë, por do të flas atë që unë mendoj. Penso che fino adesso Vllaznia lo viene facendo molto bene. Deri tani Vllaznia po bën një lojë shumë mirë, po bën shumë mirë. Certamente ci sono partite che ha dimostrato un livello alto di calcio, ci sono altre che no, ma è normale. Pavarësisht se disa ndeshje ka treguar një nivel shumë të mirë të futbollit, por edhe disa tjera ndoshta edhe jo, po është krejt normale. Ma ha avuto la consistenza di mantenersi nei primi posti, e quello è importante. Ka treguar se mon qëndrimin për vendet e para. Ma questa partita penso che quando si trovano due squadre di livello molto simile, por në këtë rast kur shef dy ekipe që kanë ngjashmëri të mëdha, che lottano per i primi posti, që luftojnë për vendet e para, sono partite difficili dal punto di vista strategico, dal punto di vista tattico. Janë ndeshje shumë vështira për të parë, si nga strategjit, por edhe nga niveli taktik. Sono partite con le emozioni alte che si giocano tante cose. Janë ndeshje që kanë emocionin shumë të lartë sepse luhen shumë gjëra brenda. E poi sono partite che vengono fatte molto combattuta, di troppa corsa, troppo sacrificio e quindi a volte si gioca poco con la palla anche. Luhet me shumë me shpirt edhe me sakrificë dhe nuk ka shumë lojë brenda në kuptimin taktik. E penso che quel tipo di partita sono le squadre che sono più concentrate a sbagliare meno janë ndeshje që ekipet mendojnë të mos me gabu shumë e approfittare le occasioni, essere contundente davanti alla porta ti fa fare la differenza. Penso che Vllaznia lo ha approfittato bene. Duke tentuar të përfitojnë sa më shumë për gabimet që bën kundërshtari dhe këtë rast Vllaznia përfitoi shumë mirë. Nisër, këto dy ekipe Vllaznia dhe Dinamo përfshirë edhe Elbasanin dhe Ignatin që janë për momentin e katëshën më të mirë, por edhe gjitha skuadrat e tjera po luftojnë fort. Një përshtypje juaj për futbollin shqiptar, në aq sa keni ndjekur gjatë qëndrimit tuaj në Shqipëri dhe konkretisht në Shkodër, duke ndjekur sidomos ndeshjet në Loroborici. Penso che è un calcio molto buono, al dire la verità, per essere onesto, è un calcio che mi ha sorpreso. Është një futboll shumë I mirë dhe për qenë I ndershëm është një futboll që më ka surprizuar. Mi hanno sorpreso tante squadre più o meno l'idea di cercare di trattare bene la palla, di giocare la possessione. Pra, më kanë pëlqyer shumë ekipe që mendojnë mirë lojën dhe e trajtojnë mirë topin duke qarkulluar dhe duke shkuar me ide tek porta. Io che vengo de Sudamerica mi aspettavo magari un calcio più fisico da tecnico. Unë që vi nga Amerika Latine kam menduar më tepër për një futboll më të fortë fizik. Però mi ha sorpreso la qualità tecnica dei giocatori albanesi. Më ka surprizuar me qualiteti I lojës I teknikës futbollit. Penso che, al dire la verità, sono sorpreso, penso che Albania ce l'ha prodotto tecnico molto alto in quanto ai giocatori. Dhe mendoj se Shqipnia ka prodhim të mirë teknik të lojtarëve. Sono contento di avere la possibilità di lavorare qui in Albania. Jam I kënaqur që kam mundësi të punoj këtu. Sì, dal punto di vista mio, certamente con molto rispetto e umiltà. Aq më tepër nga këndvështrimi jem, duke pasur edhe respektin për të tjerë. Credo che per fare un salto di livello se potrebbe lavorare di più sull'aspetto fisico. Për të arritur një nivel më lart, mendoj se duhet me punu edhe më shumë në nivelin fizik. Per cercare di quella qualità tecnica che ci sono qui in Albania. Per të balancuar atë nivel teknik që kanë me nivelin cercare di esprimere il massimo del livello di ogni giocatore. Per të dhënë maksimumin të çdo lojtar. Penso che oggi a livello mondiale si fisicamente non stai al massimo. Forse per giocare qua al campionato ci può bastare, però a livello internazionale pra, për me lujt në nivel ndërkombëtar, gjendja fizike nuk është ajo që mund të mendohet, ndoshta për kampionatin shqiptar është normal, por për menduar për jashtë është pak problem. Këto ishin mendimet e Mr. Matias, por çfarë mendon Arditmani pikërisht për këtë ndeshje? Them drejtën, e kam pa me shumë emocion, aq më tepër se vishim prej një emocioni të më përpara të ndeshjes tonë.
them të drejtën, 2 orë më pas diçka. Unë mendoj sepse Edi, duke njoftë edhe nga afër profesor Edin, kam përshtypjen se ka bën një paralojë dhe profesor Rudi e tha shumë mirë sepse nuk luhet vetëm fush, por luhet edhe jashtë më përpara dhe ka tentuar që ndoshta ngarkesën emocionale dhe mentale të lojtarëve me e përballuar ndoshta më përpara. Megjithatë, nuk është se u bën një lojë e jashtëzakonshme e Vllaznisë, por u fituan 3 pikë me aq shumë vlerë sa ju deshten Vllaznisë në këto momente. Ndoshta për elementet e tjera jashtë gazetarisë është pak problem sepse gjithkush flet në interesin e vet, Vllaznia thëmë që të shohin ndeshjen tjetër dhe harrojnë këtë që nolli. Me që theksojnë ndeshjen tjetër, nisim aty pikërisht aty ku e mbyllit ju. Partizani Vllaznia është ndeshja javës së 12 që vjen më njëherë pas pauzës së skuadrës tonë kombëtare që luhet nga fundi javës tjetër. Po shiko, Partizani nuk është i Partizan ka probleme, ka ndrru trajnerin, shumë futbollista janë largu, ka hum karakteri i skuadrës Partizanit. Vllaznia vjen si skuadër kryesuese, sigurisht që ka kohë të mjaftueshme me rekuperu këtë lojtarë dhe me afru ato futbollista që janë formën më të mirë, pra atje se përmendi qartë që tha fizikisht për me demonstru teknikën, ke nevojë me kanë fizikisht mirë. Ne jena një komb që losim teknikisht mirë. Ne jena gjithë futbollistat shqiptar kanë teknikë të mirë. Historikisht ne na ka mungu gjendja fizike. Dhe kjo është element shumë i rëndësishëm. Për me mrit nivele më të larta, duhet fizikisht i me kanë dominant, sepse nga njëherë shumë e rëndësishme me kanë fizikisht mirë e teknikisht jo aq mirë për me dominu kundërshtarin. Se nëse kundërshtarin arrin me dominu fizikisht, mendoj që Vllaznia ka me kanë skuadër absolute. Por e shikoj që në aspektin fizik lojtarët kanë deficite. Janë momentet mira, unë vi këtu rreth një muj ri këtu, një muj shkoj në Skotësi, kur vi mas një muj një lojtar që më ka impresionu shumë, nuk e gjej më në formën e tij që ka pas para 4-5 javë. Diçka duhet me analizuar. Na vjen kjo si është për sot. Është nga sjellja, është vetë sjellja e çdo futbollistit. Regjimi apo çdo gjë është e lidhur me përkushtimi. Po jo vetëm regjimi, është ajo servitor. Çdo gjë, por shiko, nuk mundesh më u bë futbollistin niveleve të larta vetëm me stërvitjen që i bën Edi Martini skuadrës. Nuk mundesh ti me kanë dominant nëse punon në njëjtën orar, me të njëjtin ritëm si punojnë gjithë futbollistat e kampionatit shqiptar. Po të shikosh bala është dominant, domethënë në gjitha drejtimet, pavarësisht se ka një moshë relativisht domethënë të madhe. Por dominon sepse unë e pash në 2 luftime me këtë lojtarin e kombëtares që është gërmullu në kombëtare. Domethënë bala ishte aq i zoti sa të 2 qendërmbrojtësat normalisht nuk ishin gjendje me fitu 2 luftimet me te. Pra bala pse është në këtë gjendje? Sepse kujdeset për trupin e tij. Domethënë ai e din shumë mirë që nëse nuk kujdeset, nuk mundet me pas rendimentin e duhur atje ndan. Po ne kam me këto futbollistat e ri që kanë si tush të ardhmen përpara. Nëse ato kënaqen për një periudhë kohe që kanë një formë mirë dhe mendojnë që kaq është futbolli, atëherë ambicia tyre metet shumë e vogël. Për me kanë konstant dhe me pas vazhdueshmëri dhe me ndihmu skuadrën, sepse është shumë e rëndësishme gjendja fizike e çdo futbollistit, kilometrat që ato bëjnë kanë me ndihmu skuadrën me shku tek suksesi. Kjo është problem në kampionatin shqiptar, shumë ankohen për stërvitjen e ma tepër, mund vinë Matias dhe mund vinë me mentalitetin e tij që ku ta gjej një trajner që ka dëshirë me mloll mu ma shumë se unë mundem mu loll. Kupton? Shqipni nuk kanë dëshirë mu loll futbollistat, ankohen, krijojnë situatat pa këndshme, pastaj stërvitjes tepërt ja vejnë edhe fajin që dëmtimet vinë nga stërvitja. Gjithë bota stërvitjet, nëse ti jeton mirë
edhe rregullat që duhet i profesionalisht me njek, trupi jot ka kohën e rekuperimit, koha e duhur e rekuperimit, proteinat, karbohidratet, ushqimit që han, pijet që pin, likuidet që merr, tana janë pjesë e asaj frutit që ti domethënë ke me dhënë. Nëse ushqen keq organizmin, dhe nëse nuk pushon mirë natën, sigurisht që nuk ke me kanë në gjendje me rrit një fizik të freskët edhe me kanë dominant. Po këta janë rregulla që sot është shumë e kallajt me i njek, por duhet me ndërtu mentalitetin. Nëse dojnë që mu bë kampiona, duhet me kanë kampiona edhe në sjellje, se kampion ban sjellja. Pra nëse janë ma kampiona se tjerë në sjellje dhe në jetën që bajnë për futbollin, sigurisht që kanë me pas rezultatin që ato kërkojnë me marrë. Edhe kanë me kanë edhe të rëndësishëm edhe për vedin, sepse ku e meriton e kur dominon, atëherë ti të regon vlerat, se në ata luftojmë me mërët vlerat e Shkodrës. Po ta shikosh që gjithë mediat në Tiranë janë vërsul Shkodrës, sepse ne kena vlera. Normalisht ato tentojnë me na vune një njoll për diçka që ne normalisht nuk e kena. Kështu që për me i dominu, ne duhet me punu fort e me kënë tanë bashkum, sepse ky bashkim që unë e shoh vllaznin si rrallë herë, kur gëzojnë, tani shikon që gëzojnë gjithë në një mënyrë të veçantë. Nuk janë vetëm një grup futbollistash, po gëzon edhe Stoli, gëzon edhe lojtari 18 ose 20. Edhe kjo është ajo që ty çon te kampioni, por gjithsesi unë jam i besimit që jena në rrugë duhun, kena një shans shumë të madh, por duhet me rregullu disa gjana, në mënyrë që t'jena aty ku duhet me kenë, edhe të arrijmë aty ku duhet me arrit. Duhet e rregulluar. Po këto janë, pra këto defektet fizike mu nuk më pëlqejnë. Nuk më pëlqejnë sepse unë kam pas dëshirë nuk e di pse damtohen futbollistat në Shqipni. Pse damtohen? Djali i ri nuk ka pse mu damtu. Nuk ka pse mu damtu, nëse ai ushqehet mirë, nëse rekuperohet mirë, nëse trajton trupin rregullisht me normat profesionale, nuk ka pse mu damtu. Kupton? Shumë ankohen jo terreni, kjo është më tepër justifikim. Diçka nuk është në rregull me jetën tënde. Nëse nuk jeton ti me rregullat e profesionit, ke mu damtu. Nëse ti pin 2 Red Bulla, Red Bulli ka me dihidru. Ai Red Bull ti mendon që t'jep energji, së është pije energjike, por nuk është pije që këshillohet se nuk i shërben organizmit, krijon probleme në organizëm. Ndoshta për një moment ty të motivon edhe t'jep një energji për 20 minuta, por mas 2 javë mundet me pas efektet anësore të Red Bullit. Pra janë disa gjana që duhet me i rregullu edhe stafi mjekësor, duhet me pas disa gjana që janë shumë të rëndësishme me i fut në sistemin e futbollit shqiptar, sepse shikoj që ka akoma mangësi me këto gjana. Futbollistët duhet me pi Coca-Cola, pije me ngjyrë, duhet me pi pijet energjike për me unë varë. Ti domethënë me besu që pije energjike ka me të bë ty me fitu neshin. Nuk të bën pije energjike, të bën stërvitja që bën mënyra se si stërvitesh. Ato fiziku jot kam të tuja dojnë me bë kilometra, po nëse ti gënjen menjen që unë po pi 2 Red Bulla edhe kam e kanë më fort se kundërshtari, është rënë. Mirë, këshillat e motivatës janë gjithmonë të pranueshme dhe me vlerë për sidomos për lojtarët e ri, por mos të largohemi praktëneshjes atmosferës, praktëneshjes Partizani Vllaznia donse luhet disi vonë pas ndeshjeve të kombëtarës, por Vllaznia aty është e përqendruar. Vi me dy mentalitete krejt ndryshme, është krejt e drejta që tha profesori Zuri që Partizani vjen me oscilacione të ndryshme me atë që ka Vllaznia. Ndoshta vjen edhe me interesa krejt ndryshme, sepse Vllaznia pretendon për me dalë kampion dhe Partizani për momentin pretendon për mi zonës ftoftë. Por edhe ma që tregoj në fush, edhe pse me Durrësin, nuk e di në ishin me Durrësin, unë e kam pa pak, por
them drejtën, Një përmbysje që duhet marrë seriozisht nga Vllaznia, me qenë se është ndeshja e radhës. futbolli është i bukur sepse ka të paprituna. Dhe gjithë të paprituna mund të ndodhin edhe ndeshjen Vllaznia Partizani, nuk është e thonë se Sa mendoni se tekniku Oltion Kërnaja ka dhënë efektin e unë jam më afër ndryshimin e trajnerit? por kampionati është shumë i vështirë dhe pavarësisht se ka bërë mirë, por them që Vllaznia është supreme në këtë ndeshje, pavarësisht se ndoshta jo me fol me tifozët, por të flasim edhe nga ana taktike edhe teknike të grupit edhe nga cilësitë e lojtarëve. Sepse mos harrojmë ka 6 lojtarë Partizanit dëmtuar dhe ka luajt me lojtarë nga Partizani B. Dhe ai që shënej 2 gola dhe që doli me të kuqe është lojtar sulmues i Partizanit B. Më vjen mirë për atë djalin se dha djalin e njoh, po mon lojtarin, por të them të drejtën, unë jam optimist për një rezultat pozitiv. Jo, shumë kushte mori Kërnaja ndoshta me modesti. Jo shumë me trajnerët e ri me motiv 3 apo jo për efektit në rezultat. Pavarësisht ndoshta Unë nuk e njoh, unë e di që pozicioni që është Partizani sigurisht është një pozicion kritik edhe klubi është në krizë. Se një klub si Partizani me ato kushte që ka Partizani, me atë infrastrukturë, Partizani duhet me kenë unë e kam pas idenë që Partizani do jetë në pretendentat kryesor për titull. Vllaznia, Edi Martini e tha, ndonë se pak me ironi, po e tha Partizani Tirana mund të jenë rival të Vllaznisë. Mund të mendojmë që në javët e ardhshme kjo shprehje e Edi Martinit që shiko, Partizani Tirana është marrë me ironi, mund të bëhet realitet. Jo, po ato mund të jenë kundërshtar të kryesor të Vllaznisë, jo rival të Vllaznisë. Sigurisht që në kampionatin shqiptar ka dhe kompromise. Bajnë edhe aleanca, Vllaznia nuk e di se me ke mundet me bë aleancë. Kupton, skuadrat e tjera janë afër njëri tjetrit, kanë lidhje shumë më të ngushta se Vllaznia ka kanë gjithmonë e ndershme, ka luajtur gjithmonë pastër, ka luajtur gjithmonë drejt. Kjo është arsyeja pse nuk ka më shumë kampionate dhe nuk ka më shumë trofe se që kanë këto skuadrat e tjera. Edhe kjo e ka bë Vllaznin domethënë edhe si më speciale, sepse ato që janë mohu Vllaznisë, domethënë historinë e futbollit shqiptar, sigurisht që ato që kanë investu me i mohu vlerat edhe me i hek mundësinë, sigurisht ato janë automatikisht ndihen keq me vedin sepse kanë bërë pa drejtësi. Po për mendimin tim Vllaznia duhet me shku në Tiranë edhe me dominu Partizanin nga minuta e parë. Edhe mundësit i kanë, sepse futbollistat i kanë. Boshti skuadrës si rrallë herë është i fort, me portierin Polc, me Gjinin i cili ka pru stabilitet tek mbrojtja, me Krymin edhe me Balen, domethënë është një bord shumë i fort. Nuk shikojnë në skuadrat e tjera që kanë këtë bosh që ka Vllaznia. Pra kur ke këto lojtarë që kanë eksperiencë, që kanë luajtur nivele shumë të larta, atëherë ti krahët e lojtarë tjerë sigurisht që gjithë do të motivohen, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Si rrallë herë Vllaznin unë e shikoj me boshtin më të fortë të kampionatit shqiptar. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që me Partizanin duhet futet në fushën e lojës Vllaznia thekson Odivata me theks sulmues që në minutën e parë dhe transferit ndaj Partizanit dhe me që jemi sot një lajm i freskët, pas ditën e sotme, një tjetër sfidë, duel Partizani Vllaznia u zhvilluar në kampionatin e femrave, ku atë që Rudivata thekson për meshkujt e bëri mjaft mirë sot Vllaznia e femrave, e cila e drejtuar nga trajneri Nikolin Leka dhe kolegja e tij Paula Jaku, që nga minuta e parë deri në fund ishte dominuese dhe kërkuese me një lojë sulmuese dhe fitoi me rezultatin 2-0 fal 2 golave të shënuar nga kapitenja Megi Doçi, ndonse përmes pikës së penaltis, por si rezultat i presionit të skuadrës shkodrane dhe për ta mbyllur me femra, sepse nuk kemi pamje, nuk kemi hapësirë për sonte për të diskutuar, po mund të theksojmë që kjo është fitoria e 4 rradhëzi e ekipit të Vllaznisë për femra dhe me 12 pikë kryeson kampionatin kombëtar të femrave dhe me një golaverash super pozitiv 41-1, pra kjo flet qartë për ekipin Kuqi Blu të femrave dhe meriton përgëzime skuadra, dyshja trajnerëve Nikolin Leka, Paula Jaku dhe Fabiol Rexhepi, trajneri i portierëve, por edhe presidenti Lazar Matia.
Për ta mbyllur me Vllaznin, me Mr. Matias, Partizani Vllaznia, si e parashikon me shifra? Pa futur në koment. Per me tutte le partite sono diverse dalle altre. Për mua gjitha ndeshjet janë të ndryshme me njëra tjetrin. La partita d'andata è andato molto bene per Vllaznia, Ndeshja që kaloi ishte shumë e mirë për Vllaznin, ma penso che adesso le cose sono diverse perché Partizani ha cambiato allenatore. mendoj se është diçka ndryshe për Vllaznin tesh këtë ndeshje sepse Partizani ka ndryshuar trajnerin. C'ha l'obbligazione di prendere i punti presto per uscire, Partizani ka obligim për të marrë pikë shumë shpejt dhe për të larguar nga per uscire dai posti sotto della classifica e penso che sarà una partita dura. Mendoj se do të jetë një ndeshje e vështirë. Penso che c'ha più obbligazione di vincere Partizani per quello che ha bisogno. Mendoj se Partizani ka më shumë dëshirë për me fitu sepse ka nevojë, por e approfittare di essere più intelligente Vllaznia di giocare con questa sensazione della necessità di punti, no? duhet përfitoj duke luajtur me një lojë inteligjente për të marrë pikë të dhura. Però per i momenti che hanno tutte le due squadre penso che certamente Vllaznia è più favorito. Por për me pa momentet si po kalojnë të dy ekipet, Vllaznia është më favorite, normal. Tradita këtij emissioni e ka në vetvete edhe parashikimin me shifra. L'emissione tradita di questa emissione. Një shik apo dysh? Di partita con risultati. Con risultati? È difficile parlare di risultati, però per risultati. Penso che può vincere Vllaznia. Non lo so i numeri, ma penso che fiton Vllaznia, po me numra può nuk e di. vincere. Na plotson Arditi me shifra. Arditi nuk është Nostradamus. Shpesh herë Arditi ka goditur në shenjë. Kanë ditë me fat ndoshta. Po, edhe unë mendoj që Vllaznia fiton. Ndoshta rezultati mund të jetë edhe minimal, por gjithsesi e rëndësishme janë 3 pikë. Rudi me shifra po? Jo, unë e shikoj Vllaznin që duhet me do e mos për me shku edhe me demonstru atë lloj karakterit që ne jena Vllaznia. Edhe këtë lloj ritmin dhe do ta marrim, sepse dhe sidomos pas kësaj jave të ngarkuar se lam pas, është momenti më i dur që skuadra kuçeblu të tregojë edhe në kryeqytet forcën e saj. Kur ke një lider, unë e shikoj domethënë mënyrën se si Bekim Bala e bën pressingun. A kupton? Nëse gjithë njekin domethënë ritmin e tij, Vllaznia mundet me i shkatru skuadrat, sepse ai e bën pressingun jo vetëm e bën me energji, po e bën edhe me zemër, edhe e bën të vërtet. Edhe nëse Bekim Balaj niset në pressing, atëherë këto futbollistat që janë edhe më të ri, që janë domethënë, ato ku munden me kur ke një lider që të udhëheq edhe thot unë jam i pari, tjerë duhet gjithë me shku mrapa. Në kampionatin shqiptar, është fakt se Vllaznia ka kapitenin kampionatin Balaj. shqiptar, nëse i preson e fizikisht kundërshtart i manë, futbollista shqiptar nuk kanë kapacitete me qarkullu topin. Skuadrat shqiptare janë shumë dopta, nëse i lën me lujt, sigurisht ato bëhen skuadra interesante. Por Vllaznia ka liderin, i cili pressingun e bën në mënyrë perfekte. Këto djemë tjerë që ose se njekun, atëherë trajneri e ka për detyrë me i thanë që kur e jep sinjalin Balaj, tjerë janë gjithë një kësa shumë e rëndësishme koha e pressingut. Edhe nëse Balaj unë e shoh ka i herë e bën pressingun, po as kërkush nuk e njek. Edhe mu më vjen keq se si ka mundësi që po t'jem unë trajner, domethënë ish lojtari kombëtares, domethënë vjen këtu, demonstron që o shiko unë jam i pari në betejë, tjerë të lajnë vetëm, atëherë nuk është e këndshme. Nuk është e këndshme se edhe nuk e meriton. Kur ke një lojtar tillë, atëherë ke shumë të kallajt, sepse në futboll kjo është lideri për këtë punë është. Balaj është e Vllaznia për me fitu kampionatin, nuk ka ardhur këtu Balaj me dalë në vend 2, vend 3. Kupton? Ka ardhur me fitu kampionatin, don me mbyll si thosh në maje. Edhe kjo është ajo që gjithë duhet me luftu. Ndoshta është me interes për të komentuar edhe jashtë fushë, sepse ju thatë luhet në fushë, luhet edhe jashtë fushë.
dhe një foto e realizuar në Japoni nga ana e presidentit e klubit futbollit Vllaznia Alban Xhaferi me atë kostumin japonez dhe me dy luftim me shpatë në dorë, ka tërhequr shumë vëmendjen. Regjia ndoshta mund na përcjell në ekran një foto të tij nga profili i Alban Xhaferit. Çfarë ka dashur të thotë Alban Xhaferi për këtë shpatën? Natyrshëm Ka demonstruar që është neve tani në këtë kampionat do të jena si samurajt, kupton? Por sigurisht që ka një domethënie, por futbolli luhet me top, jo me shpata. Ne kena kalu kohën e shpatave. E rëndësishme është që ai demonstron edhe ajo ka një lloj vlerët. Ja thot me herët, luhet edhe jashtë fushës dhe ky është një element psikologjik ndaj kundërshtarëve. Unë habita faktikisht, sepse nuk Albania është një djalë i qetë, nuk është domethënë, por është një i ka ato shpërthimet. Është një lloj është shfaqur edhe mbi kal. Është një lloj është shfaqur me Skënderbeun. Pra janë figura dhe është këndshëm, e bën futbollin edhe më interesant, sepse po ti shikosh unë të në Shkodër kam fatin e mirë me taku njerëzit dhe kjo energji që Vllaznia ka shumë rëndësi për popullin e për qytetin që Vllaznia me kanë mirë, sepse ta njerëzit i shikoj që ka një entuziazëm tjetër, ka një energji tjetër, njerëzit janë të lumtur, njerëzit janë krenar dhe kjo energji i mungon Shkodrës. Vllaznia ka peshë madhe në jetën shoqërore. Këto futbollistat ndoshta se kuptojnë, po sinqerisht unë çdo ditë që kaloj, gjithë flasin për Vllaznin. Gjithë thojnë a e meritojmë, apo mundën, a kena mundësi me e fitu, a vazhdojmë me kanë kështu. Pra, këto djemë duhet me kuptu që përveç se kanë një përgjithësi normalisht profesionale, është edhe diçka e bukur kur një popull ti e lumturon me performancën tënde, edhe e ban mund një krenar, se në fundit jeta qytetit është e lidhur me Vllaznin, edhe me teatrin, me sportin, edhe me artin. Shkodra historikisht ka jetu prej humorit, prej teatrit, prej estradës, edhe prej sportit. Kur sporti është mirë, qyteti është në formë. Pra Vllaznia është mirë, Vllaznia është energji, kështu që këto djemë janë aty për me i dhuru këti qytetit dhe këtyne njerëzve që jetojnë kudo, që janë shkodran, atë energji që ato kanë nevoj me e pas, sepse është shumë energji e nevojshme që njerëzit me kanë të kënaqën e të lumtun, sidomos në këto ditë që po kalojmë ne në Shqipëni. Realisht i gjithu bënjëri sportiv, sidomos shkodran, brenda dhe jashtë Shqipërisë, por të shumët janë edhe nga rrethet e tjera dhe nga kryeqytetit që e theksojnë, është viti i Vllaznisë, viti i titullit, ju personalisht e besoni dhe e shikoni që është i mundur realizimi i këtij objektivi. Po përderisa jena aty ngac, nuk e pse mos me e besu. Unë shikoj që kampionati shqiptar është një kampionat i brisht, nuk është një kampionat i jashtëzakonshëm, por për Shkodrën sigurisht ka rëndësi të veçantë sepse Shkodra ka vite që si thush vun për me e pas titullin kampion. Edhe ky vit, edhe me stafin drejtues, edhe me Martinin që vjen si ish kampion, edhe me Sinanin, është një energji ndryshe, është një energji që t'jep shpresë, edhe jam i sigurt që sekretet e futbollit shqiptar i din, sepse Edi ka eksperiencë të madhe edhe si futbollist, edhe si trajner, edhe në rrethe tjera në skuadra tjera. Mendoj që i kanë tana si tush armët e në plus me armën që i ka sjell Xhaferi të shtim me atë shpatën në samurajt, mu bët pa diskutueshëm. Te kjo pyetje, opinioni juaj se ka mirë se shef një Vllazni, nëse s'është dakord profesori edhe mund të thonë, me një filozofi tjetër të ndërtuar si nga stafi, ndoshta nga presidenca, nga stafi edhe nga lojtarët. Dhe kjo është ndoshta gjëja më e duhur për Vllaznin e tyne viteve, aq më tepër duke ditë edhe më rëndësitë domthonë si kanë ndryshuar. Tham filozofi ndoshta edhe nga ndërtimi i skuadrës,
edhe nga komponentet e mbrëmshëm psikologjik që kanë ndërthur atë që po sot në po shohim, pra pjesën që luhet jashtë edhe luhet edhe mbrëm. Dhe më së miri se e bën Edi, se bën kërkush prej trajnerëve të paktën momental apo jo përsër. Dhe të them drejtën, shoh edhe një zhvillim psikologjik shumë të lartë nga ana psikologjike, pra duke njohur vetin si ekip për me shku te kampioni, sepse ka të bëjnë shumë edhe ona psiqike e lojtarëve, inteligjenca. Duhet përmend që edhe Xhaferi është rrit shumë edhe në aspektin... Ka kriju eksperiencë, po. Sepse... Me që po lako Xhaferi i regjisë i ke kërë edhe njërë, ta rrisë fasin atë foto që... Sigurisht ka marrë shumë komente, ja. Që edhe eksperienca që ka kalu kjo është foto. E ka bën atë edhe ma të zotë në aspektin. Matias, një koment për shpatën e Xhaferi. Qualcosa, ma non capivo cosa diceva sotto, non ho tradotto, ma... Ku këtu në Japoni? Në Japoni. Pse ka shku në Tokyo? E kam parë këtë fotografi, po nuk ka një raport e biznesit mbrapa dhe... Edhe njëherë? Ka pas si foto, por duke mos kuptu se qa shkru poshtë, gjithsesi. Il presidente che fa una foto con la spada di samurai. Ma allena lui così? No, non allena, la ma foto. C'è una... Per dimostrare che ci siamo pronti. Ah, bravo. Allora meglio non incontrarlo così. Kompania e presidentit Albin Xhaferi është lidhur, ka bashkëpunim me Japoninë, bashkëpunim të ngushtë në biznes, por në mes të tjerave gjatë postimit kishte edhe një koment të Edi Martini që i thoshte në komente si për na merr me vete atë shpatën në Shkodër. Po i duhet shumë municion edhe shumë armë të rëndësishme Edit, sepse ka të nevojshme. Shumë municion? Po, i duhet armë të rëndësishme. Sigurisht për me fitu kampionatin. Në kopimin figurativ ka të nevojë, sepse mos na marrin për deklarata. Kuptimin se në fundit futbolli çfarë është luftë. Sigurisht që lufta, unë të thash që është edhe psikologjike, është teknike, taktike. Domethënë nëse unë me atë celulapse në arri me demonstru diçka forcë, ose me dha një sinjal forcet, kjo është aftësia jame. Kështu që edhe presidenti Xhaferi mundohet me demonstru një diçka që neve jena në luftë, edhe ne duhet me përdor tana armë tona për me arrit qëllimin tonë. Përdor shpesh Xhaferi këtë armën jashtë fushë me këto postimet e tij. Po edhe Edi ti e shikon se si sillet. Edhe ajo sjellja e tij është sjellje që ka rëndësi për vllaznin. Normalisht po të shikosh ti Mourinho edhe Ferguson kanë si dy gjela që u ngatroshin historikisht, por në fundit ato e bashin për me nxjerr secilin jashtë kontrollit, me humbë përqendrimin, me kriju stres të kundërshtari, me kriju nerva të kundërshtari. Ty kentin në momente nervash mundesh me marrë vendime të gabume, përfiton ai që është më i qetë. Kështu që është thjesht. Me që komentuam Albin Xhaferin, kjo foto e tij është postuar më një herë pas ndeshjes sepse realisht nuk ka qenë prezent në sfidën Vllaznia Dinamo, nuk ka qenë prezent në Shkodër, duke ndjekur si zakonisht ndeshjen, por ka ndjekur nga Japonia dhe më njëherë pas ndeshjes ka postuar këtë foto me shpatën e dorë. Jemi sukses Vllaznisë sepse kalojnë minutat dhe do të konsumojmë Shiroken, sepse në studio kemi edhe tanerin Matias, i cili me të vërtet është një gjetje dhe një goditje big, mund themi, e presidentit e klubit futbollit Shiroka, Ergi Axhani, i cili ka emëruar këtë dyshe, Mr. Matias dhe kolegun e tij Ardit Mani. Kemi disa pamje dhe kryesisht momentin kulmor të sfidës më të rëndësishme të javës 6 të kategorisë së dytë, Shiroka dhe Sopoti Librazhit, minuta e 93 sekondat e fundit të ndeshjes dhe madje aksioni i fundit. Kemi pasur shansin ta filmojmë për së afërmi dhe ky është aksioni i golit fitores, sekondat e fundit, një aksion që thyhet në mesfush dhe pastaj niset një top për
Ky është Daniel Gabriel Olamide. Olamide shikoni festen Po momenti është golçenuesi kategorisë 2. me 6 gola, një futbollist i cili me të vërtetë ngriti peshë entuziazmin dhe në këtë moment duke festuar Shiroka ka ardhur dhe vëshëdhima e fundit e arbitrit kryesor të ndeshjes dhe festa është postuar në tribunën VIP aty ku është edhe vetë presidenti Ergia Xhani, po babai i tij Fatmir Xhani, por mes tyre është edhe kryetari i Çarkut Shkodër Edmund Dau, i cili është, me kemi theksuar, një tifoz i futbollit, i Vllaznisë, por edhe skuadrave të tjera, madje ndjek shpeshherë edhe Basanjen, edhe Shiroken, si shikohet në këtë tribunë, dhe ky është momenti i festës, festa që ndër të tjera unë isha pothuajse aty pranë, dhe ndër të tjera dëgjoja dhe nga futbollistët premio. Ka ardhur një premio pas ndeshjes nga ana e presidentit Raxhani. Çdo gjë është në rregull, çdo gjë është mirë. Shpresojmë të ecim kështu, kjo është shumë e rëndësishme. Pesë ndeshje rradhi profesor Matias Urime. Sì. 5 fitore, e kishte menduar se mund të ishte një sukses i tillë në këtë start kampionati? No, grazie innanzitutto, grazie. È un momento molto felice per noi. Faleminderit për çdo gjë, është një moment i gëzimi për ne. Stiamo approfittando di queste vittorie per usarla per il meglio per noi. Përfitojmë nga këto fitore për më të mirën tonë. Perché comunque sia siamo una squadra piccola. Sepse duhet të mendojmë gjithmonë që jena një skuadër e vogël. Queste vittorie, questo inizio di campionato ci deve servire per ricostruire la squadra, giocatori nuovi, fare gruppo. Duke menduar që këto fitore duhet na ecim përpara për me formu grupin dhe për me ndërtu për më mirë. Per conoscere entrambi tutti. Për t'i njohur tonë dhe për t'i vendosur mirë gjithë. E per creare questo gruppo che deve durare tutto il campionato, perché questo è un campionato lungo. Per të kriju këtë grup dhe për të menduar për me vazhdu këtë kampionat, sepse është një kampionat i gjatë. Però se vogliamo sognare con cose importanti, prima dobbiamo creare il gruppo. Por që të mendojmë për me ndërru diçka permanent, duhet të ndërtojmë grupin. Perché penso che adesso sono tutti momenti belli, 5 vittorie. Sepse tani po festojmë dhe duke kena momente të mira sepse janë 5 fitore, por quella non è la realtà del calcio sempre. Sepse ky nuk është gjithmonë realiteti i futbollit. Ogni tanto ci sono momenti forti, duri. Sepse shpeshherë ka momente të forta dhe shumë të vështira. Dell'esperienza che ho, lo più importante è quando il gruppo sta unito, quindi dhe kur nga eksperjenca që ka, ekipi duhet të kenë i lidhur në. Speriamo continuare così, però ci prepariamo per tutto. Shpresojmë që të vazhdojmë kështu, por po punojmë dhe sa për informacion të shikuese për ato që nuk janë në dieni dhe në brendësi të zhvillimit të këtij kampionati, Shiroka ishte formatuar dhe përgatitur për kategorinë e tretë, aty ku do të ishte konkurrente, por vetëm ditët e fundit para nisjes së kampionatit të kategorisë së dytë, fal një organizimi dhe tërheqjes së një skuadre si albanët, u bë mundur nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe miratimi që të luajë në kategorinë e dytë dhe për shumë skuadra dhe trajnerë të ndryshëm të kësaj kategorie, ardha e Shirokës është konsideruar një skuadër për mbijetesë. Ndeshja parë në rreshitruesi ishte përballë ekipit të Luzi 2008, një ndeshje shumë e luftuar, por Shiroka humbi në atë ndeshje startuese vetëm pak ditë, 3-4 ditë përpara marrjes së lajmit të konkurimit në kategorinë e dytë. Dhe që për asaj ndeshje, 5 fitore radhazi brenda dhe jashtë fushës së saj, një Shirokë e cila tashmë është në vendin e dytë me një pikë diferencë nga beslidhja kryesuese. Rodivata meriton super respekt Shiroka me këtë performancë, dysha drejtuese, skuadra, por edhe presidenti Ergia Xhani që në momentet e para të formimit të kësaj skuadre e shprehur se Shirokën do ta
Por se Do ta çojmë e kena pas miq shpesh herë në Shiko, unë Shirokën, unë jam tifoz i Shirokës, sepse Të nuk e dija. në rallë të parë, biles dje kam najt edhe me Agjani Junior, se ashtu i thamon ati, djali i Fatmirit, Ergi. Kam najt edhe me Visin, Demnorin, që jerin afër skuadrës, jenë ata kullët e fusha e lkurave. Sigurisht që e shikoj që janë sigurisht Matia thot që është korrekt me atë që thot, është shumë i rëndësishëm formimi i grupit. Kanë bërë ndeshje shumë të mira, janë një pikë larg Lesh. Sigurisht që kanë entuziazëm, kanë energji, kanë nevojë për eksperiencë, sepse edhe presidenti ka tentu me lujtë futboll, me njek gjurmë të tjatit, nuk ka arrit mu bë, por ambicia ti është për me Dëmtimi e ka prevuar me tepër, që te mos sigurisht, por ajo që më pëlqen ta kompensoj me drejtimin. Më pëlqen energjia dhe mi gjitha më pëlqen sepse në Shkodër po jepet mundësia gjithë tyne djemve të ri që ndoshta nuk arrin me lujt në nivelet e vllaznisë së skuadrave të tjera. Shiroka, Besania, po sidomos të Shiroka që e njeku me shumë vëmendje, sepse një natë biles kam vizituar edhe me disa futbollistë dhe me pikërisht Vuca, i cili është edhe kapiteni i skuadrës, i cili ka sjell një përvojë të skuadra dhe me leadershipin e tij ndihmon edhe ato djemt e ri. Vuca dhe Dibra janë dy pikat kryesore dhe Kledi Dibra. Dakor, por mu më vjen mirë sepse janë djemt të ri, kanë energji të mirë, edhe kanë ambicje mu rrit, dën kohën e vet. Matia e tha çdo gjë dën kohën e vet, janë skuadër e re, kanë edhe me gabu rrugës, por e rëndësishme është që ato me najt bashku edhe mu forcu gjatë gjithë kohës. Edhe jam si sigurt që kanë zgjellë trajnerin e huj, vjen mirë që vjen një trajner ndoshta i ka meritat me kanë edhe trajner i niveleve të superiores në Shqipni, ka mundësi ndoshta por vjen me sakrifiku, vjen me kontribu te ky klub dhe sigurisht që rritja e Shirokës i ban mirë edhe ambientit shkodran, sepse edhe vetë Shiroka ka një domethënie për Shkodrën, edhe vjen mirë që njerëzit janë angazhu, edhe i uroj shumë suksese, dhe me eksperiencën teme dhe me këshillat e mia jam i sigurt që kalojmë shumë mirë njëri me tjetrin, jena miq pa benefite, kupton? Unë i du fort sepse i shikoj që po bajnë një punë të mirë, janë tanë në punë, janë tanë të angazhum, edhe kur ke këtë lloj sinqeritetit e këtë lloj marrëdhëniet, edhe jeta bëhet më e bukur. Unë i uroj shumë suksese, ta mbështesin trajnerin, sepse kanë një djalë që ka ambicie mu rrit, dhe kanë besim, e shikoj që kanë besim, por më e rëndësishme është me vazhdu me besu kur të vinë ditë të vështira, sepse në ditë e mira gjithë gëzojnë, trajneri duhet me kuptu edhe mentalitetin e Shqipnisë më mirë, edhe ky mentalitet këtu duhet me ndryshu, edhe ka me ndryshu me eksperiencat që na vinë, sepse mentaliteti që është ndërtu këtu, ne nuk mundena me ndryshu me mentalitetin e shkollës që ekziston këtu. Kështu që më vjen mirë që ka ardhur në Shkodër, edhe ju uroj shumë fat, edhe falenderoj që ke sakrifiku. Këto djemt që punojnë të mundohen të marrin për eksperiencë ti, edhe të luftojnë gjithë bashkë, sepse në fund të sezonit, gjë ndoshta është e mujtën, mund të hypin ligën e parë, edhe pastaj Shiroka mund bëhet një kundërshtar i rëndësishëm edhe për skuadrat e superiores në të ardhmen. Por projekti më duket se është interesant, vetëm të kenë durim, edhe momentet e vështira ti menaxhojnë me qetësi. Dhe fjalë zemre duken këto të Rudi se i përcjell për Shirokën dhe konkretisht për Mr. Matias, por Palo Erminjan dhe kolegun e tij,
Arditmani që është krahu i Po djathtë. janë gjithë të grup, unë i shikoj që janë gjithë grup, punojnë gjithë bashk, janë gjithë Është e me të vërtetë. mirat e me Është e vërtetë. vështirësitë me tana i përjetojnë bashk. Mu më pëlqen energjia aty, unë thash, unë kam energji për futbollin. Futbolli mu me eksiton. Edhe kur bëhem 100 vjeç, unë futbolli kam me mlan energji. Kur shikoj këto që janë aktiv, unë shkoj i shikoj, kena kam Është e marrë vërtetë, po, aty, po. edhe kur ka kënë Fatmiri, këtare njerë ka marrë aty, pastaj Matias ka shku te Apollonia, më duket një periull kohet, i ka marrë gjitha informacionet, mi kanë dhënë, është kthy, bashkëpunimi vazhdon, janë pjesë e strategjisë. Është e vërtet, me të thonë drejtën, unë kam kënaqësi kur profesori vjen edhe thash e njëllë me vëmendje shumë të madhe, sepse robi ka nevojë çdo ditë të mësoj, aq më tepër nga eksperiencat e jashtëzakonshme kur ke përballë një person që keq mëson. E konsideron fat Ardit që Shumë punoni për krah Mr. Matias? Con Mr. Mattia, per me è onore per lavorare con lui. Më është nervë që punoj me te, normalisht për mua është në eksperiencat e para. Megjithatë unë thash, na jena një familje tek Shiroka, nga i pari deri i fundit. Edhe aq më tepër me djem sepse detyra jeme është të maj lidhjet si me lojtarët ashtu edhe me trajnerin dhe të bëjmë një bashkëpunim shumë të mirë nga lojtarët tek stafi. Dhe të them drejtën, unë duhet të falenderoj Mr. Matien, ti ringrazio troppo perché ka pru këtu një filozofi ndryshe, me aq eksperiencë që kam unë me trajnerë shqiptar. Dhe të them drejtën, ke kënaqësi të punosh, sepse nuk kena trajneri i parë e trajneri i dytë, po gjithë punojmë për një qëllim, për atë që bëjmë më të mirën për ekipin. Keni edhe trajneri por tjetër? Gjithë stafi jena. Gjithë stafi jena një djarë model. Shumë. Edhe përgatitësi atletik, që quhet? Ervin Bucaj, të them të drejtën, jena një grup shumë i mirë. Dhe të them të drejtën, ju e keni po edhe në ndeshje kur bashkëbisedimet nuk mungojnë dhe kur bashkëbisedimet janë të pastra, edhe në qoftë se gabohen, prap janë të pastra. Por në një farë mënyrë kam shpresoj të ecim kështu, sepse është me fat për ju që keni një president shumë tifoz. Është vërtet. Përpos detyrës të tij që ka për të presidenti ka energji që vjen në lëvizje motorin e makinës. Është shumë tifoz dhe ndonjëherë edhe e tepron ndoshta me tifozekun e tij, por është ajo që thallë Profesori që është filozofia shqiptare ajo. E karikon skuadrën. Është i ri. E karikon skuadrën me entuziazmin e tij. Është i ri, por unë presidentin e kam këshilluar që për mu bë tamam komplet duhet me mendu me investu në infrastrukturë, mënyrë që të kenë shpinë e tyne, edhe të regojnë ato të rriten dhe më hënë shpinë e tyne, sepse shikoj që për momentin infrastruktura problem në Shkodër, që ose nërtojnë shpinë e tyne edhe të ranjeri, edhe gjithë në rallë, është nërishë kur punën në shpinë tane, është nërishë kur punën në shpinë që e ke me qira ose ta kanë dhanë për një periull kohët. Edhe kjo është, Shiroka ka mu rrit si klub. Shiroka ka me... Po nër prej profesorin, shumë shpejt ne do të reorganizojmë edhe akademin, normalisht që është primare, po këtën kjo është politika jeme që kam tentoj dhe do të tentoj që të reorganizojmë edhe akademin, sepse është ushqimi bazë për ekipin e Shirokës. To janë mësana dhe koha dhe mundësit, është diçka tjetër per l'accademia, perché questo è possibilità duro, è importante per la nostra partita. Dhe të tjera është e vërtetë edhe ajo që Shiroka ka tërhequr shumë tifoz, shikojmë ambientet e stadiumit nëmër 2 të Shkodrës është Qitërusit që ka interese tifozeria e mbështet Shiroka. Po për bëha fort Shiroka, ka mu bëha dhe ma fort Vllaznia. Sa ma shumë që të forcohet Shiroka, do të forcohet edhe Vllaznia. Kështu që fati malë është që ka një trajner që vjen me një filozofi ndryshe, edhe të përfitojnë sa ma shumë, sidomos ato që e kuptojnë, edhe më vjen mirë që ka djemë si Arditje, ka djemë që e vlerësojnë, domethënë edhe shkollën latinoamerikane që ka ardhur
me Allon Matias, sepse këto eksperienca rrisin njëri tjetrin, edhe por ka nevojë për mbështetje. Matias ka nevojë për mbështetje, edhe jam i sigurt që kanë me pas sukses, sepse punojnë në një mënyrë me dashni, kanë një lloj respektit që nuk ekziston shumë në marrëdhëniet shoqërore dhe marrëdhëniet shqiptarëve, ku këto kanë një lloj harmonie që una armonia në sportim. Arbit me që cekim edhe tifozerin dhe thamë që presidenti është një tifoz që është ndoshta edhe motivues për skuadrën, por dalloj që prekarativi vazhdimisht është një tjetër super tifoz, kam fjalën për Henry Çelën, i cili është shumë entuziast. Numero uno. E përshëndesim me herën sepse me të vërtetë është shumë impulsiv, jeton me ndeshjen dhe shpeshherë merr rolin edhe të trajnerit nga tribuna VIP e stadiumit Reshit Rusi, duke dhënë ato orientimet e duhura. Si ekipi i ri që kena edhe motivin e ri, ndoshta edhe nga mos eksperienca duhen e gjithëve bashkë. Profesor, deri ku do të shkojë kjo shiro? Deri ku do të shkojë kjo shiro? Dove arrivi Lecce per tuoi pensieri? Non lo so, innanzitutto prima ringraziare a Rudy, a te. Fillim dove falenderoj shumë prima per l'invitazione, poi a dire la verità sono sorpreso che una persona con la sua storia, traiettoria, jam shumë i surprizuar se një person me histori shumë të lartë si stai così informato di Shiroka, di noi, per Shiroka edhe për ne. Per me tutto il rispetto del mondo, è anche un piacere. Ti conosco bene. Grazie mille. Tanto tempo. Grazie. Per me è un piacere che parlino così bene. Prima che tu arrivi qua, io lo sapevo già. È un piacere per me. Professore, e niente, io Natyrisht ka qenë edhe postimi në rrjetet sociale. Te l'ho detto dopo la partita, noi dobbiamo essere coi piedi per terra. Kam thënë edhe mas nesër që ne duhet të qëndrojmë me këmbë. Pensare a fare bene prima të mendojmë bëjmë mirë per mantenere la categoria. Per me majt categori. E poi pensare più perché ci sono squadre con storie. Mas edhe të mendojmë për gjithë sepse ka ekipe që kanë histori. La storia sempre viene rispettata. Duhet rispettuare l'historia ekipeve. Con giocatori di esperienza e quindi me esperienza. Certamente siamo pronti per lottare, ma io se jemi të gatshëm për me luftu. Sempre con i piedi per terra e per me voglio ringraziare anche tutti qua in squadra, anche il presidente di Shiroka, anche i giocatori perché do të livdoj gjithë si presidente si lojtar. Quando ti tocca andare fuori dal tuo paese, dalla tua città, non è facile. Kur del jashtë qytetit tanë nuk është. Ti devi adattare a un'altra cultura, ti devi adattare a un altro clima, a tante cose diverse. Per të përshtatur me kulturën dhe me klimën. Per me quello è lo più importante, tutti mi hanno fatto sentire come a casa mia, anche la gente per strada. Per mua është shumë e rëndësishme të gjithë anche a mia moglie, quindi në shtëpinë time. Sempre mi hanno trattato con rispetto gjithmonë me rispekt. E l'ambiente che creiamo per lavorare ogni giorno, anche sotto la pioggia, anche con il freddo, che non è facile allenare alla sera, è sempre bello, è quello che voglio sempre di rispettare perché voglio che i ragazzi vengano a allenare contento, con voglia di imparare, con voglia di crescere. Kam dëshirë që lojtarët kur të vinë të mësojnë me knatësi dhe të rriten. E con la umiltà sempre il rispetto di cercare di fare di più, di cercare di andare avanti. Me gjithë respektin që të ecim gjithë bashkë përpara dhe të kërkojmë aq më tepër më shumë. E questo penso che infatti è Shiroka, una squadra che vuole fare di più, che vuole dimostrare e che vuole andare avanti. Poi kjo është Shiroka që kërkon të punojë shumë dhe të tregojë shumë e shumë më tepër. Il tempo dirà dove arriviamo.
Koha do të tregoj se ku. Ajo që unë ndeshta faktikisht me i kërkuar edhe mbrojtje sepse kemi edhe 2-3 kronika po. Shikoj se Matias ka ardhur këtu, domthonë unë kam pa kushtet ku stërvitet Shiroka dhe natën që stërvitet më ka bë përshtypje shumë sepse këto projektorat janë cilësie shumë e dobët. Edhe sigurisht që fusha aty rishitëruesi ajo pronë e bashkisë, mendoj që bashkia duhet me dojë mos me investu në këtë aspekt, sepse edhe në shikim ajo mundet me të kriju probleme, edhe mundet me pas efekte anësore. Sigurisht që edhe dhomat e zhveshjes kanë nevojë për mendimin tem mu bë një investim ma serioz, në mënyrë që edhe kushtet edhe matjet vinë, ne në Shqipni janë mundësit mu investu, domethënë janë gjanat vogla po që bëjnë diferencën. Edhe Shiroka ka nevojë për mbështetje, se është klub i ri, është pa shtëpi, por është e rëndësishme ekzistenca e këtij klubit në Shkodër. Shpresoj që bashkia t'i japin një ndihmë, edhe kushtet t'i kenë sa më të mira që edhe futbollistat t'jenë edhe të kënaqën dhe t'i japin maksimum. Kaq për Shirokën e meritonte një hapëtirë të tillë dhe klubi futbollit Shiroka, sepse është me të vërtetë një surprizë e këtij kampionati, por natyrisht duhet vlerësuar edhe puna në ekipet e tjera të Qarkut Shkodrës, siç është Basanja me teknikun Manazes Dervish Haxhi Osmanovic dhe presidentin Ermir Shimaj, por kështu edhe Tërbuni Pukës, i cili bën mirë, një emër, një skuadër mjeshtri, theksoi edhe vetë ministri, siç është Tërbuni, por sidomos edhe Beslidhja tashmë është pretendente kryesore për kalimin në kategorinë e parë. Fitoria në transfert me Velesjukun e Kublikut e ka mbajtur përsëri në krye ekipin lezhjan që drejtohet nga trajneri shkodran Elvis Plori, dhe në gjirin e kësaj skuadre ka edhe një bosh shkodran. Kryeson Beslidhja Lezhës me 1 pikë më shumë se sa Shiroka. Metet për të parë ballafaqimi që nuk do të jetë javën e ardhshme, sepse javën e ardhshme Shiroka do të luajë në transfert me Erzdenën, por me pas përballja Beslidhja Shiroka është edhe krye sfida e kësaj kategorie për të parë tamam forcën e Shirokës përballë një ekipi potent me histori që theksoi edhe vetë profesorin fjalë. Suksese Shirokës dhe përgëzime për punën që ka bërë drejtashme, dhe do të ndjekim në vazhdimsi historinë e kësaj kategorie, sepse me të vërtet ka marrë vëmendjen maksimale të opinionit sportiv. Thamë më herët që do flasim edhe për laureat me dorë për basketbollin, ekipi i meshkujve që drejtohet nga tekniku Eni Llazani ka fituar me ekipin e Pogradesit me rezultatin 80-60, fitoria e 2 të radhës pas asaj të realizuar në transfert me Elbasanin, një skuadër që tashmë është formatuar mjaft mirë dhe po ecën nga fitore në fitore, dhe pritet që kjo skuadër këtë sezon përpos promovimit të elementit të ri që ka qenë dhe objektivi kryesor i kësaj skuadre, përballja edhe këtu është përballja Vllaznia Beslidhja. Beslidhja është kryesuese, është absolute për momentin e basketbollit shqiptar, por Vllaznia këtij sezoni duket se e kërcënon. Duhet theksuar gjithashtu edhe një lajm tjetër, bëhet fjalë pikërisht për Notin, notari shkodran Arber Hysaj ka bërë mjaft mirë duke spikatur në Shkup, duke fituar 6 medalje. Kemi kronikën e realizuar nga kolegu ynë Mario Gjini dhe me pas edhe mbyllën në studio, pikërisht me kronikën homazh për ndarjen nga jetat e ish portierit të Vllaznisë dhe ish trajnerit të Argo Fishta. Kronika për Notin. Notari i talentuar shkodran Arber Hysaj, pjesë e klubit Future Sports Academy Shkodra, ka regjistruar një tjetër sukses të rëndësishëm në turneun ndërkombëtar të Notit, International Swimming Meeting, zhvilluar në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Në këtë aktivitet morën pjesë 31 ekipe nga Ballkani, ndërto edhe 2 nga Shqipëria, 1 nga Shkodra dhe 1 nga Tirana. Hysaj garoi në 6 disiplina dhe u rendit në podium në të gjitha, duke siguruar 4 medalje ari, 1 medalje argjendi dhe 1 medalje bronzi. Fal këtyre rezultateve të jashtëzakonshme, organizatorët e shpallën Arber
Arbër Hysajn, lotarin më të mirë të turneut për grup moshën 13-14 vjeç, duke nderuar me një kupë personale. Një tjetër arritje e rëndësishme ishte rekordi i ri kombëtar që Hysaj vendosi në disiplinën 100 metër stili lir për pishinat 25 metërshe, me kohën 56.38 sekonda, duke thyer rekordin e mëparshëm që mbahej nga Paulo Priska dhe u pas nga Elio Skënderi. Ky rezultat e konfirmon Hysajn si një nga talentet më premtues të notit shqiptar, që po e çon me dinjitet emrin e Shkodrës në arenën ndërkombëtare. Pa shkuar tek komenti pikërisht për ndarjen e parakohshme nga jeta e Arbër Fishtes, se diçka për kombëtarin e Shqipërisë ka shkurt sepse Shiroka, Vllaznia na morin shumë minuta. Flesh Rudi, nesër është pika kulmore Po sigurisht. për kombëtarin e Shqipërisë. Do ta kalojmë me sukses? Jo, mrena tana si tush mundësive dhe aftësive që kena, ne duhet me fitu neshjen, për me kenë play-off pa diskutueshëm. Por, është sigurisht një neshje që ka nevoj me pas shumë kujdes dhe profesionalisht jam i sigurt që ka me kene përgatitun mirë. Kundërshtari është ma i doptë se na. Kundërshtari bëhet i rrezikshëm vetëm prej momentit që neve mundet me nënvlerësu situatat e thjeshta. Duhet me lujt futbollin thjesht, por me kenë dominant edhe me personalitet. Mënyra se si do ta fitojmë neshjen, mendojmë varet shumë të sjellja e lojtarëve, por besoj që jena shumë afër play-offit. Shpresojmë që kjo optimizëm i Rudi Vatës të realizohet për kombëtarin e Shqipërisë, që është grumbulluar dhe po servitet në Spanjë. Sot ka qenë seanca e fundit servitore në orën e ndeshjes dhe me njëherë pastaj udhëtimi drejt Andorrës, ku pritet një tifozëri e zjarrt shqiptare, thuajse një dominim i plot i tifozëve kuqezi në Andorra. Dhe në mbyllje si thash më herët, lajmi i ndarjes së parakohshme nga jeta e Arbër Fishtes, regjia ka disa pamje pikërisht nga përcjelljen e banesën e fundit për këtë sportist i cili me të vërtetë ka qenë i njohur në Shkodër, apo jo Ardit, se ju keni qenë shumë në kontakt me bashkëpunim. Në momentin që isha jam shumë i emocionum, në rrallë por kena hub një koleg, një shok, një mik. Shkodra ka hub një qytetar shumë të mirë. Ngoshtoj familjen sepse këto janë vdekjet pa priturna dhe thënë drejtën kanë në kim tjesë zakonshëm, jo vetëm për familjen dhe për pjesëtarët e familjes, por edhe për rrethin shoqëror, dhe është më tepër për ato që e kanë njoft, për një person shumë të mirë, thënë drejtën jam prek thellësisht, ashtu si shumë qytetarë të Shkodrës. Shpirti i tij inshallah në xhenet, por të vjen keq nuk kam fjalë, jam prek shumë për Arvin. Arrit e veçanta e Arbër Fishtes është se krahas e futbollit, fillimisht si portier përpos Vllaznisë me disa skuadrat superiore si Laçi, Kastrioti dhe të tjera, me pas një trajner i suksesshëm, por krahas të tjerëve ka qenë edhe një person shumë i angazhuar në arsimin si psikolog. Në jetën e përditshme, kolegët e tij e vlerësojnë maksimalisht. Jashtëzakonisht shumë. Thënë drejtën, është brezi i ri i trajnerave dhe brezi i ri i trajnerave të mirë, ku thash të vjen keq, kam shumë fjalë për të thonë, por shumë i emocionum dhe thënë drejtën jam shumë i prekur. E kam përjetuar shumë, sinqerisht e kam përjetuar shumë. Jo vetëm ju, po edhe kolegët e tjerë, unë isha prezent në ceremoninë e përcjelljes në banesën e fundit, por edhe në prononcimet që kam marrë pikërisht për ndarjen e parakohshme të Arbër Fishtes, sidomos Arbër Shqytani, që ka qenë një koleg shumë i afërt i tij. Aq më tepër që edhe punojnë në një shkollë. Si dhe Jetmir Podgorica, arbitri i futbollit, por edhe sekretari i përgjithshëm i shoqatës rajonale të futbollit të Shkodrës, të cilët kanë pasur kontakte bashkëpunimi me të, e vlerësojnë si një djalë kampion, kështu e theksojnë, një djalë kampion në sport, në shkollë, në jetën e përditshme dhe në familje. Shkodra hubi një qytetar të vlefshëm. Ngushtrime për familjen e Fishta nga kjo studio, dhe do t'ju ftoj të ndiqni 2 intervistat me Arbër Shqytanin dhe Jetmir Podgoricën, që flasin me respekt për të figurën. Ndërkohë
Unë falenderoj pjesëmarrësit në studio, dyshin simpatike të drejtimit të Shirokës, profesor Matias dhe Mani, dhe Rudi Vatin, që tashmë e pranoj edhe vetë që është bërë pjesëtar i formacionit bazë. Faleminderit, diqni kroniken në fjalë që e anoncuar pak më herët nga unë Gaspar Marku dhe kolegët e mi të pultit të transmetimit, Nino Jakova, përgjegjësi i transmetimit, si dhe Florian Gerdani, por edhe montazherët Orin Hysa dhe Ledi Dani, ju përshëndesim dhe ju lëm takim të mërkurën e ardhshëm në të njëjtën orë në këtë studio për të folur për kombëtarën e Shqipërisë dhe për pragneshjet e javës së 12 të superiorës. Deri atëherë, mirupafshim. Arber Shytani, një trajner i njohur i futbollit shkodran, keni humbur një shok, një koleg, një mik të fushës së sportit si Arvio Fishta, një humbje e madhe për ju shoqërinë e sportit, por edhe për gjithë Shkodrën. Them drejtën, po, ishte një lajm shokues, mund të them. Në shpreh mushtrimet e mia familjare për humbjen e një tyre më të dashur, sigurisht që ishte një humbje shumë e madhe edhe për gjithë ne, cilët e njohtëm dhe e kishim pjesë të përditshmërisë tonë me gjithë energjinë pozitive si kishte si djalë. Sigurisht që unë kam pas disi edhe afërmitet disi më të madh edhe për vetë aktivitetin si ne kena pas përbashkë qysh të ekipet e moshave, ku ishim pjesë e ekipeve zinxhirit të Vllaznisë, që nga trit me trajner Ferit Boshin, edhe në vazhdim tek ekipet e rritura, pavarësisht se ai e ndërpreu disi shpejt karrierën e tij sportive për ta vazhduar pasionin e tij në fushën e trajningut, ku edhe aty ishim kolegë të Delmia Shkodrane apo të ADV Lipojës, kështu që them drejtën është një humbje e madhe për të gjithë ne. Fishta krahët Vllaznisë ka pasur rastin të luajë edhe me disa skuadrat e tjera të Shqipërisë, qoftë në superiore dhe kategoritë më të ulta. Si ishte në fushën e sportit si portier, dhe pas edhe si trajner? Po, them drejtën, karriera e tij ashtu sikur se filloi shpejt, edhe përfundoi shpejt, mund të them kështu, sepse që në moshën 17 vjeçare debutoi në Superligë me Laçin, kishte një periudhë tjetër me Kastriotin dhe me disa ekipe në kategori të parë, por edhe po ashtu sikur se thash edhe herë, cilësitë e tij ishin të mira, por ai zgjodhi rrugën e shkollimit edhe të përkushtimit nga familjes, ku u diplomu në degën e psikologjisë, profesion cilin e ushtroi për 11 vitet e fundit, ku unë pata fatin ta kem kolegë të drejtën, ku punojmë në njëjtin institucion arsimor. Edhe ju përkushtu maksimalisht familjes, ku të drejtën ishte një prind shembullor, një bashkëshort shembullor dhe një familjar model, mund të them kështu, dhe një qytetar model, ku mendoj se humbja e tij ka pas ndikim dhe është përjetuar nga çdo njeri që kishte fatin ta njohin jetën e tij të shkurt. Me pas edhe në rolin e trajnerit të portierave në disa skuadra që ju keni pasur bashkëpunime shumë të afërta, qoftë me Delmir Shkodrane, por edhe tek skuadrat e tjera. Po, them drejtën, pasionin e tij që e kishte për futbollin, cilin thash e ndërpreu shpejt futbollin e luajtur. Për arsye dëmtimit, po, ai e vazhdoi në fushën e trajningut duke u licencu në kurset e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe duke ushtruar këtë profesion për disa vite me grup moshat e Shkodrës me shumë pasion dhe profesionalizëm, po ashtu edhe me ekipet e parë si Madin e Velipojës apo edhe me Tërbunin e Puks. Kështu që besoj se edhe komuniteti i sportit ka humbur një njeri pasionant dhe një profesionist të mirë. Arber Shytani, faleminderit për të mendimin që dha kolegun tuaj, ngushëllime për humbjen e kolegut tuaj më të afërt. Faleminderit, them drejtën, humbja e tij është një humbje e madhe për gjithë ne, por gjitha këto që unë thash dhe shumë tjera do të na bëjnë që ne ta kujtojmë gjithmonë si një njeri model dhe si një djalë kampion. Jetmir Podgorica është një arbitër futbolli me shumë përvojë, por edhe drejtues në rolin e sekretarit të përgjithshëm të Shoqatës Rajonale të Futbollit Shkodër. Një pozicion qoftë si arbitër, qoftë si drejtues në shoqatën
e futbollit ju ka dhënë mundësi jetë mirë të bashkëpunoni shumë prej së afërm me Arjo Fishten, i cili fatkeqësisht u ndan një moshë të re përpara kohë. Keqardhje patjetër. Po tjetër një lajm i trishueshëm për një komunitetin e sportit, pasi Arjo ka kanë ata personat të cilët e kanë dhënë një kontribut shumë të madh në futboll në qytetin tonë, dhe prandaj realisht në ka trishtuar lajmi për ndarjen nga jeta e tij. Si ishte Fishta në fushën e sportit, sepse qoftë ju si arbitër keni pasur rastin ta gjykoni, por edhe si drejtues në shoqat kur ai ishte në rolin e trajnerit. Kam pas fatin të me njoftë në disa vështrime të ndryshme, pra edhe si person, edhe në profesionin e tij, pasi ka qenë koleg me bashkëshortet teme, edhe si trajner. Mendoj që në rolin e arbitrit, mendoj që ai ne ka shtu dëshirën dhe pasionin për pjesën e arbitrimit, pasi ka qenë ato personazhe që nëse ne si arbitër ndoshta mund gabosh një vendim tonin, ai asnjëherë nuk kontestonte vendimet tona, dhe kjo realisht ne ka bën mundi më mirë dhe me bën me më pasion punën tonë. Për sa për këtë shoqatës ka kanë ata personat të cilët ka kanë një bashkëpunëtor joni i afërt dhe ka kanë gjithmonë korrekt me marrëdhënie që ne kemi pas bashkë, dhe patjetër është një humbi për ne, është një humbi për shoqatën tonë. Jo vetëm në sport, por në jetën e përditshme, si qytetar Shkodran ka qenë një person model. Unë prandaj them që e kam parë disa vështrime të ndryshme, kam parë ndoshta edhe te eventet që ne kemi organizuar, ai ka kanë një nga ato persona që ka kanë më bashkëpunues, më i afër dhe asnjëherë nuk ka kanë kundërshtues, ndërsa në jetën e përditshme është një fatkeqësi sepse ka pas cilësitë më të mirë të qytetarit Shkodran. I ka pas cilësitë e një djali shëmbullor, një prindër shumë të mirë, një familjar shumë të kushtuar, një që ka dashur me jetu me ndershmëri në Shqipëri dhe me dhënë kontributin e tij, dhe normalisht që ka dashur me bëj diçka për pasionin e tij për futbollin, ka dashur me shty gjithmonë mandej. Po Druza, faleminderit për këto mendime dhe ngushëllime për humbjen e parakohshme të kolegut tuaj.